Mbrëmjen e ndjeshme në ekranin e Vision Plus u transmetua nata e 12 e spektaklit Ferma VIP, një tjetër prime që konfirmoi dinamikën e fortë të këtij formati, mes tensioneve, përplasjeve të drejtë dhe dy elementimeve që ndryshuan lojën. Dona ishte fermerja e parë e cila u largua nga gara si më e votuara nga publiku pas nominimit që erdhi nga humbja e sfidës së premtes. Dona! Një garë e fortë mes fermerëve kishte çuar në nominim 6 prej emrave më aktiv të shtëpisë, duke rritur ndjeshëm tensionin gjatë gjithë javës. Por kjo nuk ishte e vetmja dalje. Një situatë e papritur brenda natës çoi në hapjen e një tjetër televotimi emergjent mes Adionit dhe Mozës pas një përplasje gjatë një loje. Një sfidë që duhet të ishte argëtuese u kthye në konflikt kur një veprim i Adionit u pasua nga reagimi i Mozës duke agravuar situatën. Adioni deklaroi se ndjej i dhunuar, ndërsa produksioni vendosi ta lërë vendimin në dorë të publikut. Agai ka vendosur që Adioni dhe Mimozën t'i dërgoj kokë më kokë në një televotim brenda natës. Në përfundim të televotimit, ishte Adioni ai që u largua nga gara, duke shënuar eliminimin e dytë të mbrëmjes. Adioni! Ndërkohë debatet nuk u mbyllën aty. Një deklaratë forte Mozës ndaj Olës dhe Gresës shkaktoi reagime të menjëhershme, ku situata u përshkallëzua në debate të forta. Përplasja vijoi edhe në dhomën e ndenjes, ku vajzat u përballën me njëra tjetrën dhe me opinionet e panelit. Mes gjithë tensionit, Prime solli edhe momente të forta emocionale. Sara Karaj përjetoi një surprizë prekse. Pas rrëfimit të historisë së saj të dashurisë, ajo u surprizua me një video të përditshmërisë së fëmijëve të saj, duke sjellë lot dhe emocione. Kulmi i këtij momenti ishte takimi me bashkëshortin në një ambient simbolik që rikrijonte kujtimet e njohjes së tyre në shkollë. E si që do tradita e këtij formati, në mbrëmjen e 12 nuk munguan as sfidat. Një sfidë e parealizuar plotësisht bëri që fermerët të fitonin vetëm 13% buxhet, çka duket se do të sjellë të tjera vështirësi në jetesën në fermë. Dhe keni fituar 13% buxhet. Ndërkohë, një televotim është hapur për të premten, ku publiku ka në dorë secili prej fermerëve mes DJ Bujakës, Fabiolës, Gresës, Ilirit, Indrit, Mozës, Romirit dhe Sonit do të duhet të shpëtojë. Pra do të jetë një televotim që do të hapet sonte deri në ditën e premte, kë doni të shpëtoni. Deklaroj zyrtarisht televotimin e hapur. Nata e 12 e Ferma VIP 3 u mbyll kështu me 2 eliminime, tensione të hapura dhe emocione të forta, duke lënë pas një javë që pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjitë dhe marrëdhëniet mes fermerëve ditët në vijim.